Të nderuar televizionistë të FX Media Televizion, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ ku do t'ju njohim me zhvillimet e fundit. Kryeministri Edi Rama prezantoi kandidatët për deputet në Elbasan, duke theksuar se shqiptarët po shohin për herë të parë politikanë që po hetohen nga drejtësia. Ai kërkoi që vota e 11 majit të shërbesin një mesazh për Europën, duke siguruar se vetëm me Partinë Socialiste Shqipëria mund të arrijë anëtarësimin e Bashkimit Evropian në vitin 2027. Rama theksoi se kjo është një mundësi historike dhe se askush nuk duhet të ndalë këtë rrugtim. Ai e vlerësoi se vetë ai është ai që mund të çojë Shqipërinë në BE. Kryeministri Edi Rama ka prezantuar kandidatët për deputet në Elbasan, duke theksuar se për herë të parë shqiptarët po shohin politikanë që po hetohen dhe ndodhen para drejtësisë, një arritje që ai e vlerëson si rezultat të vullnetit politik dhe jo vetëm të kreutës pak Altin Dumani. Njerëz lidhur me pushtetin politik që merren, hetohen nga prokuror pavarur, gjykohen nga gjykatës pavarur, nuk ka rëndësi fare se çfarë mund të ketë brenda këtij procesi gjëra që nuk shkojnë si dhe ne nuk do t'i lëmë shqiptarët kujtojnë se kjo punë u krye, se doli Altin Dumani. Nuk është puna se doli Altin Dumani. Prokurori nuk e di sa vjet ka dhe virtytet s'besoj se i erdhën nga reforma. I ka pas se njerëzit i kanë ose i kanë. Pse nuk thiri Altin Dumani në i politikan gjitha ato vite që ishte prokuror? Ti fliste, thosh hajde këtu jetë. Pse nuk e hetoi? Pse nuk doli në gjykatës që thoshte bjerë më këtu Altin se do ta gjykoj unë? Zero. Jo thirrur. Jo hetuar, po as thirrur, sepse nuk është çështja e Altinit apo e X-it apo Y-it, është çështja e shpatës. Nuk kishte shpatë në dorë Altini. Shpatën në dorë e kishte pushteti politik. Rama theksoi se ndërsa Shqipëria ka avancuar dhe hapat e saj drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, vota e 11 maj do të jetë një moment kyç për të treguar se shqiptarët janë të gatshëm të përfaqësojnë Europën dhe të vazhdojnë procesin e integrimit. Ne i kemi hapur negociatat vjet dhe mund t'i mbyllim 2027-ën. Është një shpejtësi maramëndse, sepse ne kemi punuar për këtë ditë. Pikërisht se ne kemi punuar, pavarësisht se nuk ne kanë hapur negociatat zyrtarisht dhe nuk kemi ulur në tavolinë, kemi fituar shumë kohë dhe mund t'i mbyllim deri në 2027-ën. Do të jetë rekord në gjithë historinë e integrimit. Ai e përshkroi këtë periudhë si një mundësi historike për të mbyllur negociatat deri në 2027-ën, duke u angazhuar në një proces të shpejtë dhe të vazhdueshëm. Dhe ata që janë në Bruksel do të marrin mesazhe shumë të qartë që populli shqiptar konfirmoi vazhdimin e negociatave. Jo një lëkundje duke futur në mes, qoftë edhe një rrjedhje sado të vogël të kënetës apo të moçaleve të vogla që janë krijuar rreth kënetës, edhe që i thonë vetes jemi parti të reja, jemi të rinia që po vjen me baballarët dhe me tezet në listat e mbyllura. Në një përballje të ashpër mes majorancës dhe opozitës, Sali Berisha theksoi se Shqipërinë në Bashkimin Evropian do të integrojë qeveria e ardhshme e Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Ai akuzoi kryeministrin Edi Rama për mashtrim në lidhje me integrimin dhe theksoi se me qeverinë e tij interesi kombëtar do të jetë në fokus. Berisha komentoi gjithashtu ftesën e Ramës për Dashnor Sulën dhe justifikoi xhesin e Flamur Nokës në parlament. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka shprehur bindjen se integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të arrihet vetëm përmes qeverisë së Aleancës për Shqipërinë Madhështore, duke theksuar se kjo është një mision që të bazohet në merit dhe jo në mashtrime, siç e konsideron ai veprimtarinë e kryeministrit Rama. Dhe i garantoj shqiptarët se për qeverinë e ardhshme tonë, objektivi numër 1 do jetë integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Interesi kombëtar më madhor do të jetë integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, me një dallim themelor i bazuar në merit dhe kur në asgjë tjetër. Me Edi Ramën nuk ka integrim. Me Edi Ramën ka mashtrim dhe vetëm mashtrim. Kryetari i Partisë Demokratike gjithashtu komentoi lidhur me ftesën që Rama i bëri Dashnor Sulës, duke cilësuar atë si një eksponent Partisë Demokratike me investime reale në parti, ndërsa shtoi se Sula nuk mund të ndjekë rrugën e llapajt. Dashnor Sulë është një eksponent i Partisë Demokratike me investime reale në këtë parti
dhe vendi i tij është në Parti Demokratike. Eksplorimi se njeri të pagabueshëm nuk ka. Njeri të pagabueshëm nuk ka. Ideja e tij për të gjetur stre tek Llapaj e mori përgjigjen sot nga Rama. Rama i thot atij që sa shkon tek Llapaj, hajde tek unë, se është një lloj, po të paktën unë jam unë padroni. Kështu që pra në këto deklarata shifet se sa e pa vend kaq, sa e gabuar ishte për zgjedhja që bëri Dashi me Llapaj. Nuk ka, sepse ata janë një lloj, ato janë patericat e Edi Ramës. Në fund, Berisha justifikoi veprimin e Flamurnokës në parlament duke thënë se ai e dinte shumë mirë se si është gjua dhe sjellja e kundërshtarëve të tij. Ishte krejtësisht tjetër. Pastaj Flamuri mund mos e bënte atë gest, po Flamuri i njeh që ata gjuha e tyre është gjithnjë afrodiziake. A e din që ata kuptojnë më mirë se çdo gjuhë tjetër gjuhën afrodiziake. Kjo ishte, kështu e interpretova unë atë. Edhe pyetja e fundit, sa madhështore është aleanca juaj pas Selami Jenisherin? Aleanca jonë është madhështore për Shqipërinë madhështore. Është programi i Shqipërisë madhështore, ajo që e bën aleancën madhështore. Pra, ajo është një program që Shqipëria nuk e ka patur kurrë në historinë e saj përpara. Sali Berisha komentoi komunikimin mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës, duke e konsideruar të paparashikueshëm pas zhvillimeve të fundit. Ai krahasoi mesazhet e tyre me fazat të dashurisë, duke ironizuar mbi marrëdhënien e tyre që ka evoluar me kalimin e kohës. Replikat mes dy politikanëve vazhduan, duke u bërë virale dhe pse fushata elektorale ende nuk ka nisur zyrtarisht. Mesazhet e tyre vazhdojnë të jenë pjesë një seriali politik që tërheq vëmendjen e publikut. Sali Berisha ka dekriptuar komunikimin mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës, duke vlerësuar si të paparashikueshëm dhe të natyrshëm pas zhvillimeve të fundit. Ai komentoi ironikisht marrëdhënien e tyre, duke thënë se dashuritë politike kanë faza dhe se ky proces është bërë publik pas periudhës së fshehtësisë. Ate që kishin të fshehtë e nxorën hapur. Kaq mund të them. Se dashurit janë me faza, e kanë fazën latente, e kanë fazën publike e tjerë. S'ka gjatë e kishën ata, e dolën publikisht. Zoti ja u shtoftë. Replikat mes dy politikanëve, të cilët janë bërë të njohura në mediat sociale, vazhduan edhe këtë të mërkur. Edi Rama dhe Lulzim Basha shkëmbyen mesazhe ironike që po kthehen në një serial politik me shumë jehon para se fushata elektorale të nisë zyrtarisht. Luli nuk evolon, sepse është i përsosur dhe nuk ka që evolon. I lindur i përsosur. Një njeri cilin gjumi e do aq shumë sa e ma për vete, është i përsosur. Ka njerëz që thonë lindin me këmish. Luli ka lind me këmish natë. Por nuk janë gjithë shu. Veç po skaj, Rame. Me këmish, për që këmishe? Këmish natë, apo këmish burgu? Ku i ke shokët, Rame? Qa këmishe ka veç Lalieri? Po Lir Beqa? Dhe të mbeni ka shpëtu për momentin, Ajde, Rame, këmish via shokve. 77, 313. Elman Abule, një biznesmen i njohur, është përballur me pyetje detajuara me prokurorinë e posaçme, ku po hetohet për pastrim parash. Gjatë hetimit, Abule dha shpjegime për marrëdhënien e tij me kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj, bashkëshorten e tij Ajola Xoxa dhe shoqërinë e tij, Remetal, të cilat janë në qendër të hetimit. Prokuroria e ka fokusuar hetimin në transaksionet bankare të Abules dhe bashkëpunimin e tij me konsulencën e Xoxës. Biznesmeni Elman Abule ka kaluar më shumë se 3 orë duke dhënë shpjegime në prokurorinë e posaçme, ku është hetuar për kryerjen e veprës penale të pastrimit të parave. Ai ka qenë i shoqëruar nga mbrojtësja e tij ligjore Romina Zano dhe është pyetur lidhur me aktivitetin e tij të biznesit, sidomos në shoqërinë Remitol, e cila është nën hetim për transaksione të dyshimta. Prokuroria ka kërkuar informacione për marrëdhënien e tij me disa individë të tjerë të njohur, si kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj dhe bashkëshorten e tij Ajola
Nikola Zoza, e cila gjithashtu është e lidhur me disa transaksione të dyshimta. Hetimi ka përqendruar vëmendjen tek bashkëpunimi i Abules me konsulencën e Zozës dhe lëvizjet e tij financiare, përfshirë këtu edhe lejet e ndërtimit që ai ka përfituar nga Bashkia e Tiranës, që janë pjesë e hetimeve të thedhuara nga SPAK. Pas hetimit, Abule u lirua nga qelia nga apeli i posaçëm dhe aktualisht ndodhet në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Prokuroria ka njoftuar se hetimet do të vazhdojnë për të zbuluar më shumë lidhjet e tij me Veliajn dhe për të verifikuar nëse ka pasur veprime të palishme në aktivitetin e tij ekonomik. Në një operacion të policisë në Laknas, 2 vëllezër Shkëlqim dhe Fatmir Matrazh u arrestuan për kultivimin e kanabisit në një shtëpi të kthyer në ferm Hashashi. Ata përdornin pajisje të sofistikuara për të rritur bimët duke përfshirë sisteme ndriçimi dhe ventilimi dhe kishin krijuar kushte për të maskuar aromën e kanabisit. Policia ka arrestuar gjithashtu një punonjës të OSHE-s për lidhje të palishme të energjisë dhe kanë ndjekur penalisht dhe baban e 2 të rinjve, i cili dyshohet se kishte dieni për aktivitetin kriminal. Një operacion i suksesshëm i policisë në Laknas ka zbuluar një shtëpi të kthyer në ferm Hashashi, ku 2 vëllezërit, Shkëlqim dhe Fatmir Matrazhi, të kthyer nga Anglia, kishin ngritur një aktivitet kriminal të organizuar për kultivimin e kanabisit. Në katin e 2 të banesës së tyre, Rekatshe, ata përdornin pajisje të avancuara për të rritur bimët, duke përfshirë dhampa speciale për ndriçim dhe ngrohje, ventilator për freskimin e ajrit dhe filtra për pastrimin e aromës së hashashit, që të mos vijë ere nga fqinjët dhe të ruajë fshehtësia e aktivitetit. Por më tepër ata kishin vendosur muzikë të lartë për të maskuar çdo lloj zhurme që mund të kishte dalë nga veprimtaria e tyre. Nga hetimet që pasuan, policia ka zbuluar se 2 vëllezërit kishin lidhur energji elektrike në mënyrë të palishme, duke përfituar në ndihmën e një punonjësi të OSHE-s, Indrit Paja, i cili u arrestua për shpërdorim të tyre. Pas një kontrolli të udhësishëm në banesë, janë sekuestruar 20 rrënjë kanabis të mbjellta në përvazo, si dhe një sasi e konsiderueshme me kanabis të përpunuar, e cila do të përdorej për shpërndarje. Po ashtu janë gjetur dhe pajisje të tjera si llampa speciale, filtra, ventilator dhe pajisje për matjen dhe rregullimin e temperaturës, të cilat janë sekuestruar nga policia si prova të aktivitetit palishëm. Hetimi është në vazhdim dhe tashmë është kaluar në duar të prokurorisë për të përcaktuar përgjegjësitë e mëtejshme. Gjithashtu, babai i 2 të arrestuarve, një 66 vjeçar, është ndjekur penalisht për dyshimin se kishte dieni për veprimtari të palishme të djemve të tij dhe nuk e kishte denoncuar. Ky rast thekson një tjetër problem serioz në luftën kundër kultivimit dhe tregtimit të drogës, duke u shndruar në një shqetësim për autoritetet dhe qytetarët në zonë. Në një hetim të prokurorisë dhe policisë së Gjirokastrës janë zbuluar skema korruptive të lidhura me përshpërdorimin e energjisë elektrike. 4 punonjës të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike janë arrestuar, ndërsa 6 të tjerë janë lënë në arrest shtëpie. Hetimi ka zbuluar se ata vendosën matës të energjisë elektrike pa kontratë dhe shpërdoronin materialet e institucionit. Operacioni koduar Kilovati ka çuar në sekuestrimin e pajisjeve dhe prova të tjera të palishme. Një operacion i policisë dhe prokurorisë në Gjirokastër ka zbuluar një skemë të dyshuar korruptive në sektorin e energjisë elektrike që ka përfshirë punonjësit e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Pas një hetimi të kryer mbi bazën e një kallëzimi të bërë nga njësia antikorrupsion në Ministrinë e Drejtësisë, 4 punonjës të OSHE-s janë arrestuar dhe 6 të tjerë janë lënë në arrest shtëpie për shpërdorim të tyre dhe shkelje të ligjit. Hetimet kanë zbuluar se këta punonjës dhe ish punonjës të OSHE-s gjatë periudhës së punës së tyre kanë shpërdoruar materialet e institucionit dhe kanë vendosur matës të energjisë elektrike në shkelje të rregullores dhe ligjeve përkatëse. Për siguruar përfitime të kundralishme, ata kanë instaluar matës të energjisë për abonent të ndryshëm, të cilët pastaj kanë vidhur energji elektrike. Në një nga shtëpitë e arrestuarve janë gjetur dhe sekuestruar 22 matës energjie elektrike, 13 kuti plastike dhe 9 vula, të cilat përdoren për vendosjen dhe vulosjen e matësve të energjisë. Këta shtetas u instaloshin për të mundësuar vjedhjen e energjisë nga individ dhe subjekte të ndryshme duke shmangur pagesën për energjinë e konsumuar. Hetimet kanë vazhduar dhe operacioni Kilovati synon zbardhjen e plotë të kësaj skeme korruptive që ka dëmtuar buxhetin e shtetit dhe ka krijuar një terren të pasigurisë për furnizim me energji. Prokuroria e Fierit ka dërguar në gjyq shtetasin miliciale AR për veprat penale të dhunës në familje, ngacmimit seksual dhe keq trajtimit të një të miture. Hetimet nisën pas kërkesës së bashkësortes së tij për të marrë një urdhër mbrojtje nga gjykata. AR dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkësortes dhe ka keq trajtuar të miturën duke i bërë ngacmime seksuale.
Prokuroria e Fierit ka dërguar në gjyq shtetasin iniciale AR, i cili akuzohet për dhunë në familje, ngacmim seksual dhe keq trajtim të një të miture. Hetimet u hapën pas kërkesës së bashkëshortes së tij me inicialet BR, e cila kërkoi lëshimin e një urdhri mbrojtje në gjykatën e shkallës së parë Fier. Sipas hetimeve, shtetasin me inicialet AR ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortes dhe ka kryer veprime të dhunshme ndaj vajzës së saj nga martesa e parë me iniciale RC. Akuzat ndaj tij përfshin keq trajtim vijuese në të miturën dhe veprime që përbëjnë ngacmim seksual ndaj saj. Prokuroria ka bashkëpunuar ngushtë me policinë gjyqësore për të mbledhur prova që vërtetojnë këtë lloj zgjedhje të dhunshme, duke përdorur metoda të hetimit të detajuar. Në përfundim të hetimeve, prokuroria ka theksuar se angazhimin e plot për ta hetuar me shpejtësi, si dhe për të marrë masa ligjore ndaj personave që kryejnë veprime të tilla të dhunshme në familje me qëllim parandalimin e rasteve të tjera dhe mbrojtjen e individëve nga dhuna. Policia e Kosovës ka realizuar një aksion të gjerë në 5 komuna të vendit për të luftuar kontrabandën me armë dhe municion. Aksioni i kryer nga Drejtoria për hetimin e krimit të organizuar dhe krimeve të rënda u zhvillua në 21 lokacione, përfshirë Mitrovicën e Jugut dhe të Veriut. Si rezultat i operacionit, 16 persona u shoqëruan në stacion, 13 për të cilëve u dërguan në mbajtje për 48 orë, ndërsa në mesin e të arrestuarve ishte edhe një zyrtar policor i komunës së Zveçanit, ndaj të cilit u vendos në masën disiplinore të pezullimit. Të shoqëruarit dyshohen se janë përfshirë në aktivitete të paligjshme që lidhen me detyrimin dhe importimin, eksportin, furnizimin, transportimin, prodhimin, këmbimin apo shitjen e armëve. Gjatë kontrolleve, autoritetet sekuestruan një sasi armësh përfshirë 9 armë zjarri, 200 fishek dhe municione të tjera, si dhe 15 telefona mobil, 2 palë pranga, thik, 2 të armër dhe një DVR, që pritet të ndihmojnë në hetimet e mëtejshme për këtë aktivitet kriminal. Do të vijmë me lajmet nga rajoni. Ministria e Punëve të Jashtme të Serbisë ka reaguar ashpër ndaj marrëveshjes për bashkëpunimin ushtarak të nënshkruar të martën në Tiranë nga ministrat e mbrojtjes së Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Beogradi ka cilësuar këtë nismë si një provokim që sipas tij cënon stabilitetin në rajon. Në deklaratën e saj, Serbia ka njoftuar se do të kërkojë shpjegime zyrtare qeverive të Shqipërisë dhe Kroacisë mbi objektivat e kësaj aleance. Ministria e Punëve të Jashtëm të Serbisë ka reaguar ashpër ndaj marrëveshjes së përbashkëpunimit ushtarak të nënshkruar të martën në Tiranë nga ministrat e mbrojtjes së Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Beogradi e ka cilësuar këtë nismë si një provokim që sipas saj cënon stabilitetin në rajon. Në deklaratën e saj, Serbia ka njoftuar se do të kërkojë shpjegime zyrtare qeverive të Shqipërisë dhe Kroacisë mbi objektivat e kësaj aleance. Sipas Beogradit, marrëveshja për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes është arritur pas një konsultim me Serbinë, gjë që e sheh si një përpjekje për të krijuar një aleancë ushtarake që e izolon atë nga bashkëpunimi rajonal. Po ashtu, Serbia e sheh si shqetësues fakti që Kosova është përfshirë në këtë marrëveshje duke pretenduar se një bashkëpunim i tillë bie në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe me rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara. Ky memorandum nuk është një bashkëpunim i rastësishëm, por një strategji e qartë për të forcuar strukturat ushtarake në Kosovë, duke injoruar plotësisht Serbinë, thuhet në deklaratën e MPJ serbe. Serbia ka kërkuar që Shqipëria dhe Kroacia të japin një sqarim mbi natyrën dhe objektivat të kësaj marrëveshje. Beogradi pretendon se armatosja e njëanshme e Kosovës dhe krijimi i aleance të tillë pa përfshirjen e Serbisë mund të rrisë tensionet në rajon. Serbia nuk do ta pranojë këtë zhvillim në heshtje dhe pret një përgjigje të menjëhershme nga Tirana dhe Zagrebi mbi synimet e kësaj marrëveshje, theksohet në reagimin e Serbisë. Marrëveshja për bashkëpunimin ushtarak mes Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës synon të forcojë sigurinë rajonale dhe bashkëpunimin në mbrojtje mes këtyre vendeve. Megjithatë, Serbia e sheh këtë si një kërcënim dhe ka kërkuar sqarime zyrtare, duke lënë të hapur mundësinë për veprime të mëtejshme diplomatike në raport me këtë zhvillim. Autoritetet e Maqedonisë së Veriut konfirmojnë se 173 persona u plagosën nga tragjedia në një diskotekë në Koçan, me dhjetra të shtruar në spitale brenda dhe jashtë vendit. Shumica e të lënduarve kanë pasur djegje nga 10 deri në 25% të trupit, ndërsa shumë prej tyre kanë dëmtime serioze në mushkëri për shkak të tymit toksik. Hetimet zbulojnë se ndërtesa ishte ndërtuar me azbest, një material kancerogjen i rrezikshëm dhe ishte shndruar në diskotekë në shkelje të rregullave të sigurisë. Diskotekë në Koçan, autoritetet e Maqedonisë së Veriut kanë konfirmuar ditë pas zjarrit shkatërues në një diskotekë në Koçan. Autoritetet e Maqedonisë së Veriut kanë konfirmuar se numri të plagosurve ka arritur në 173 persona. Ngjarja ndodhi të dielën në orët e vona të natës dhe ka shkaktuar tronditje të madhe në vend dhe rajon. Më shumë se 70 të lënduar janë transportuar për mjekim të specializuar në spitale në Bullgari, Serbi dhe Kroaci. Fatmirësisht shumica e tyre janë jashtë rrezikut për jetën, por një pjesë kanë pasur djegje të rënda.
dhe dëmtime serioze në mushkëri si pasojë e thithjes së tymit toksik. Mjekët raportojnë se shumë prej tyre kanë vështirësi në frymëmarrje për shkak të ekspozimit ndaj substancave kancerogjene. Të dhënat e para të hetimeve tregojnë se diskoteka ishte ndërtuar në mënyrë të paligjshme, duke mos përmbushur standardet bazë të sigurisë. Ajo ishte përshtatur nga një ish fabrik tapetesh dhe magazin, pa marrë masat e nevojshme kundër zjarrit. Hetuesit dyshojnë se një pjesë e ndërtesës ishte ndërtuar me azbest, një material kancerogjen që kur digjet lëshon tym tepër të rrezikshëm për shëndetin e njeriut. Ekspertët po analizojnë se si ky objekt ka marrë lejen për të funksionuar si një qendër argëtimi, ndërsa dyshimet për korrupsion janë forcuar. Dokumentet paraprake tregojnë se disa zyrtar mund të kenë shpërdoruar detyrën duke lejuar një ambient të pasigurt të operonte pa masa mbrojtëse. Hetimet kanë çuar në arrestimin e disa personave të përfshirë në dhënien e lejeve të ndërtimit dhe inspektimet e sigurisë. Një ndër të arrestuarit është edhe një ish ministër shqiptar i ekonomisë, i cili dyshohet për shpërdorim detyre dhe korrupsion në procesin e licencimit të diskotekës. Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik, me qytetarët që kërkojnë drejtësi dhe ndëshkimin e atyre që lejuan një objekt të rrezikshëm të operonte pa kontrolle të rrepta. Autoritetet kanë premtuar një hetim të thelluar për të identifikuar të gjithë përgjegjësit dhe për të shmangur tragjedi të tilla në të ardhmen. Do të vijmë me lajmet nga bota. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka ardhuruar rinisjen e bombardimeve në Gaza, duke shkatruar në pushimin me Hamasin. Kjo ka nxitur protesta masive në Izrael, ku qytetarët kritikuan përdorimin e sulmeve si mjet për mbrojtjen e interesave politike të Netanyahut. Protestuesit e shohin këtë veprim si një mënyrë për të larguar vëmendjen nga dështimet e tij të brendshme dhe për të ruajtur pushtetin. Netanyahu përballet edhe me një proces gjyqësor për korrupsion që mund ta çojë në dënim me burg. Izraeli ka rinisur bombardimet në rripin e Gazës duke prishur armëpushimin e brisht me Hamasin. Kryeministri Benjamin Netanyahu është përballur me akuza se po përdor luftën për të mbuluar dështimet e tij politike dhe për të mbajtur pushtetin. Rinisja e sulmeve ka shkaktuar protesta në disa qytete të Izraelit, përfshirë Jeruzalemin. Demonstruesit akuzojnë Netanyahun se po shfrytëzon luftën për të larguar vëmendjen nga problemet e tij të brendshme dhe për të mbyllur gojën kritikëve që e akuzojnë për sjellje jo demokratike. Sulmet në Gaza po përdoren si një mjet për interesa politike, tha për The Guardian Ora Pelet Nakash, ish oficere e marinës izraelite dhe një nga organizatorët e protestave. Netanyahu i nevojitet mbështetja aleatëve të tij të djathtë për të siguruar votat e nevojshme në parlament. Këta aleat kanë kundërshtuar një përfundim të përhershëm të konfliktit në Gazë dhe po ushtrojnë presion mbi kryeministrin për të vazhduar luftën. Përveç sfidave politike, Netanyahu po përballet edhe me akuza për korrupsion. Ai është në proces gjyqësor dhe nëse shpallet fajtor, mund të dënohet me burg. Të martën një gjykati dha leje për të mos marrë pjesë në seancën e radhës me arsyetimin e krizës në Gaza. Ndërsa lufta në Gaza përshkallëzohet, Netanyahu po përballet me sfida të shumta në Izrael, duke përfshirë protesta të gjera dhe një krizë të brendshme politike që mund të kërcënojnë qëndrimin e tij në pushtet. Rusia dhe Ukraina janë akuzuar për sulme ajrore të ndërsjellta që shkaktuan dëme në infrastrukturë, vetëm disa orë pas arritjes së një marrëveshje për armëpushim të kufizuar mbi objektet energjetike. Pavarësisht dakordësisë për të ndaluar sulmet mbi objektet energjetike, Rusia ka vazhduar ofensivën ajrore duke dëmtuar spitale dhe shtëpi në Ukrainë, ndërsa Ukraina sulmoi një depo nafte në Rusinë Jugore. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kërkoi nga komuniteti ndërkombëtar të bllokojë përpjekjet e Rusisë për të vazhduar luftën, ndërkohë që Moska raportoi shkatrimin e më shumë se 50 dronëve ukrainas. Rusia dhe Ukraina janë akuzuar nga njëra tjetra për kryerjen e sulmeve ajrore që shkaktuan dëme të konsiderueshme në infrastrukturën civile, vetëm disa orë pas një marrëveshje për armëpushim të kufizuar. Ky armëpushim u arrit për të ndalur sulmet ndaj objektivave energjetike pas një bisede telefonike mes presidentit të SBA-s Donald Trump dhe liderit rus Vladimir Putin. Megjithatë, Rusia vazhdoi sulmet ajrore duke dëmtuar spitale dhe shkaktuar lëndime në Ukrainë, përfshirë një sulm me dron në rajonin e Kievit që plagosi një person dhe shkaktoi dëme në disa shtëpi. Në përgjigje, Ukraina gjithashtu kryen sulme me dronë në territorin rus, duke shkaktuar një zjarr në një depo nafte në rajonin e Krasnodarit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kërkoi nga komuniteti ndërkombëtar që të bllokojë çdo përpjekje të Rusisë për të vazhduar luftën dhe për të zvarritur armëpushimin. Ai theksoi se Rusia po sulmonte qytetarët dhe infrastrukturën civile, duke shkaktuar më shumë dëme për popullin ukrainas. Rusia gjithashtu raportoi se kishte shkatruar 57 dronë ukrainas gjatë natës, ndërsa autoritetet ruse të aviacionit pezulluan fluturime në disa aeroporte për shkak të kërcënimeve të sulmeve me dron.
Qeveria në largim e Gjermanisë ka rënë dakord të ofrojë 3 miliardë euro shtesë ndihmë ushtarake për Ukrainën këtë vit, pasi ligjvënësit miratuan një rregullim fiskal që e mundësoi këtë vendim. Lëvizja konsiderohet një hap kyç ndërsa rritet pasiguria për mbështetjen e SBA-s në administratën e ardhshme të Donald Trump. Ministri gjerman i financave Jörg Kukis ka konfirmuar Parlamenti për angazhimet financiare, të cilat përfshin një total për 11 miliardë euro deri në vitin 2029. Qeveria në largim të Gjermanisë ka miratuar një ndihmë shtesë për 3 miliardë euro për Ukrainën këtë vit, duke e çuar totalin e ndihmës së saj ushtarake në më shumë se 11 miliardë euro deri në vitin 2029. Vendimi u mor pas miratimit të një rregullimi fiskal nga Parlamenti gjerman, duke lejuar qeverinë të sigurojë fondet e nevojshme. Kjo lëvizje vjen në një kohë ku shtetet europiane ndodhen në presion për të forcuar mbështetjen e tyre ndaj Ukrainës, sidomos përballë pasigurisë së rritur për garancitë e sigurisë nga SBA-ja në presidencën e Donald Trump. Kancelari në Olaf Scholz kishte këmbëngulur më parë për lehtësimin e rregullave të humarrjes si një parakusht për ndihmën shtesë dhe miratimi i kësaj pakete financiare shihet si një përparim i rëndësishëm në këtë drejtim. Sipas dokumenteve të Ministrisë së Financave të para nga agjencia e lajmeve Reuters, Ministri i Financave Jörg Kukis ka informuar Komisionin e Buxhetit të Parlamentit për miratimin e fondeve shtesë. Nga këto 2547 miliardë euro do të përdoren këtë vit, ndërsa pjesa tjetër do të përfshijë një rimbursim nga Fondi Evropian i Paqes. Në periudhën 2026 deri në vitin 2029, qeveria planifikon të angazhojë dhe 8.252 miliardë euro për ndihmë ushtarake, duke e çuar shumën totale të ndihmës në një nivel të paprecedent për Gjermaninë në këtë konflikt. Administrata amerikane ka nxjerrë më shumë se 1100 dosje të reja lidhur me vrasjen e ish-presidentit John F. Kennedy, pas një urdhri të presidentit Trump. Dokumentet që përmbajnë më shumë se 31.000 faqe janë postuar në faqen e arkivit kombëtar, duke zbuluar informacion të ri rreth ngjarjes së ndodhur në nëntor të vitit 1963. Trump ka premtuar se më shumë se 80.000 faqe të tjera do të publikohen në të ardhmen. Disa nga dokumentet janë të reduktuara, ndërsa disa të tjerë mbajnë mesazhe të paqarta ose të vështira për t'u lexuar. Në përmbushje të një urdhri ekzekutiv nga presidenti Donald Trump, administrata amerikane ka shpërndarë mijëra dokumente të klasifikuara lidhur me vrasjen e ish-presidentit John F. Kennedy. Më shumë se 1100 skedarë që përmbajnë me 31.000 faqe janë bërë të disponueshme për publiku në faqen e arkivit kombëtar të Shteteve të Bashkuara. Ky hap u mor pas një periudhe të gjatë gjatë së cilës shumë prej këtyre dokumenteve ishin mbajtur të mbyllura për shkak të shqetësimeve për sigurinë kombëtare. Presidenti Trump ka njoftuar gjithashtu se më shumë se 80.000 faqe të tjera do të bëhen të disponueshme për publiku në të ardhmen. Dokumentet, megjithatë, përmbajnë disa redaktime dhe pesazhe të vështira për të lexuar, për shkak të cilësisë të dobët të fotokopjeve dhe skanimeve të dokumenteve origjinale. Vrasja e Kennedyt është një ngjarje që vazhdon të shkaktojë shumë teori dhe dyshime, më shumë që besojnë se autori Lee Harvey Oswald nuk veproi vetëm, duke ngjallur pyetje rreth mundësive së përfshirjes së grupeve të tjera, përfshirë agentë të qeverisë dhe mafiozë. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 20 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mot i qëndrueshëm. Sipas parashikimeve pritet një ditë me vranësira dhe kthjellime. Temperatura minimale parashikohet të jetë -1 gradë Celsius dhe temperatura maksimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era pritet të fryjë me drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 15 metra për sekond, çka do të bëjë të krijojë ndellgëzime 2 deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 5 deri në 14 gradë Celsius. Kukës 2 deri në 14 gradë. Peshkopi 1 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë 5 deri në 14 gradë. Durrës 5 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj 5 deri në 14 gradë. Elbasan 3 deri në 15 gradë Celsius. Berat 5 deri në 14 gradë. Korç -1 deri në 11 gradë Celsius. Vlorë 3 deri në 14 gradë. Gjirokastër -1 deri në 10 gradë. Sarand 5 deri në 11 gradë Celsius.
Territori i Kosovës për datën 20 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mod i paqëndrueshëm, e qiellitët do të mbushur me vranësira në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 12 gradë Celsius. Era do të furkëresit nga juglindja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 14 metra për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 1 deri në 12 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 11 gradë, Skënderaj -2 deri në 11 gradë Celsius, Pej 4 deri në 11 gradë, Prishtinë 0 deri në 11 gradë Celsius, Gjakov 0 deri në 12 gradë, Manishev 1 deri në 11 gradë Celsius, Gjilan 0 deri në 11 gradë, Ferizaj 1 deri në 11 gradë Celsius, Kaçanik 2 deri në 11 gradë, Suharek 2 deri në 11 gradë Celsius, Prizren 1 deri në 10 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë, kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Bashkë do rishim sërish nesër, deri atëherë mirë u takofshim.